Faleminderit zonja Zaka. Zoti Mziu ka kërkuar fjalën. I nderuar zoti kryetar, nduket pak absurde, duke marrë referencë, po themi edhe me kolegë tjerë para rens, ku ju sot jeni në atë karrike, pavarësisht se ka kaluar gati 1 muaj dhe akoma nuk është futur në shinat e saj funksionimi i këtij parlamenti. Dhe atë se çfarë ka ndodhur në këtë 1 muaj, në fakt, përgjegjësinë më të madhe keni ju si drejtues, ju si kryetar, pavarësisht se jeni vetëm me votat e kësaj mazhorance. Nuk ka ndodhur në asnjë vend, jo vetëm Shqipëri, që në 11 legjislatura të zhvilluara, në të 11 ku ju jeni drejtues i këtij parlamenti, nuk është votbesuar qeveria, nuk është bërë debat për qeverisjen 4 vjeçare. Dhe për këtë, përgjegjësia është e juaj dhe ndaj ka 1 muaj që ne nuk po futemi në shinat e funksionimit të parlamentit. Informaliteti është dhe më tej. Nuk kemi zhvilluar, po themi, seanca, siç ka qenë historiku i viteve të kaluara, por ju njëherë i bëni të hënën, pastaj ju mbushet menja të martën, pastaj të premten, pastaj një ditë tjetër, njëherë në orën 10, njëherë në orën 13, njëherë në orën 15. Edhe kjo është një tjetër informalitet. Por ajo se çfarë ka ndodhur në gjatë gjithë këtyre ditëve që ne jemi mbledhur, nuk ka patur debat. Kemi tentuar ne si opozit për të marrë vetëm fjalën për procedurë, për të dhënë ndonjë mendim. Dhe informaliteti akoma më i madh i kësaj qeverie është që jo vetëm që ne nuk kemi një rregullore, ju ndryshoni rregulloren dhe sot ne nuk kemi një rregullore. Dhe po prap përdorni si instrument rregulloren që ndoshta akoma nuk e keni shkruar. E jo më që ta keni vendosur në dispozicion deputetëve. Kujtoj, në pranverën e këtij viti kemi kërkuar me ngurn raportimin e institucioneve të pavarura, një detyrim ligjor për këto institucione para parlamentit. Kaloi 30 marsi si afati limit për të raportuar dhe me forcën e kartonit ju nuk e lejuat këtë. Madje e keni bërë dhe një vit më përpara, po ka patur një limit, ka qenë data 30 qershor. Ne tentuam edhe në muajin korrik për të ftuar këto institucione, për të raportuar dhe ju, pra si mazhorancë, thatë që me fillimin e sesionit të ri do të vinë dhe të raportojnë. Çudia ndodh që ju keni ndërhyrë dhe tek kjo kompetencë, po themi, e parlamentit, duke shkelur kushtetutën dhe rregulloren, duke i hequr të drejtën për të patur një rezolut që përcakton objektivat e vitit 2025. Po mbyllet viti 2025 dhe ato nuk po thirren, madje i hiqni të drejtën dhe nuk është ashtu si thu ti programi, ne pikërisht për këtë programin e bukur. Faleminderit zoti Mziu.